Unë nuk mendoj që problemi i korrupsionit në Shqipëri zgjidhet me një individ, me arrestimin ose mos arrestimin e një individi. Se mbaroj, në qoftë se Nuk mbaron korrupsioni, sepse në qoftë se tendenca e tregut dhe e kapitalit është që të blej politikën, ato do vazhdojnë ta kenë atë tendencë. Dhe politikanët do vazhdojnë të shiten. Tani, çfarë mos zgjidh, kush e zgjidh, si zgjidhet ky problem? Duke shkuar filani ose fistoku në burg dhe duke mos shkuar filani ose fistoku, nuk është problem që zgjidhet me individin. Dhe kur vetëm kjo diskutohet, unë them, mos ndoshta këtu nuk duhet, më thënë, është krijuar një klim që flitet për këto gjëra pikërisht sepse dikujt intereson, se nuk intereson dikujt, po sepse kështu vazhdon shoqëria, kështu riprodhohet, kështu njerëzit nuk i bëjnë ato kritika që duhet i bëjnë që vërtet të ndryshojnë. Edhe në Europë është njëjta gjë. Europa në Shqipëri paraqitet si një blok shumë i suksesshëm, shumë i fuqishëm, që ne do na zgjidhë, do jetë parajsa në të cilën do zgjidhen gjithë problemet e shqiptarëve. Tani ne e dim shumë mirë që Europa nuk është kështu. As e parë nga vendet europiane, po edhe kur shikon për shumë eksperiencën e Greqisë. Greqia në vitin 2008, kur ishte kriza 2008-2009, ka hequr të zite ullirit në Europën. Ka patur konflikte, është krijuar padrejtësi sociale, është rritur varfëria, do të thonë ka hyrë në një konflikt për shkak të rregullave që kishte zbatuar fal hyrjes në Europë. Kjo nuk ishte një fenomen që ishte, tani këtu do bëhet një krizë financiare në Europë, sepse këto janë kriza dhe ciklike që kthehen. Si do të përballojë Shqipëria këtë? Çfarë kapaciteti ka për të janë gjitha debate që janë shumë më të rëndësishme se sa debati hyri filani apo s'hyri filani dhe është ky dha këndërheqës se unë e kuptoj shumë mirë që për ato që janë këtu, këto janë edhe thonë çështje shumë të rëndësishme. Dhe nuk dua të hyj sepse nuk e njoh, kështu që duke mos pas ekspertizën nuk flas dot për raste specifike. Por më duket shumë shqetësuese që është vetëm kjo. Nuk them që nuk duhet të jetë këtë, nuk them që nuk duhet merret asnjëri me që të kërkojë llogari, sepse është shumë normale që të kërkosh llogari politikanëve, që të kërkosh llogari atyre që kanë detyra përfaqësuese, është shumë normale që të marrin përgjegjësi. Por ajo që më shqetëson është që nuk mund të jetë vetëm ky debati që bëhet politik në Shqipëri. Për të parë programin Me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.